Nëse doni një recetë super të shpejtë, ekonomike e në shumë të shijshme, provoni këta makaronat me ton peshku se s'kam për t'u zgënjy asnjëherë. E në rreni deri në fund videos të shefni 3 llafët në dialekt si kum propërsët. Devemi të nxjerrë me ujë të vlojë e në deshtojmë pak viollini e në xhim sluke krep. Në momenti si dhe filloje ujti tu vlu, dhe hedhim 750 g makarona gjeta e në dhe i lejmë zihen vë që përzim ja diherë për ta kontrolluar jo nxita jë. Ana tjetër me nifter dhe skuqim një kokë grime me pak viollini. Deshtojmë 3 thelbi hudër e në 2 konserva ton peshku. I përzim nja 3 minuta e në më mrapa deshtojmë 750 ml salcë domatje e në atë pjesën si ngelen kavanës, fajti pak ujë e në dërtja prap makarona së mushke e dëm. U akullojmë ujtin makaronave e në i shpëlejmë pak, i fëjsim prapën të nxere, shtojmë salcën me ton, i përzim mërë si klidhën beshk e në u bëf mërë. 3 llafët për sët janë ahër, gjede e nësoj.